4 vite nga sulmi i parë që Rusia ndërmori ndaj Ukrainës, në çfarë pika jemi? Jemi në fakt, mendoj unë në pikën e moskthimit, ai që ndoshta në atë lingun e politikanëve, politologëve është the point of no return. 4 vite siç e thënë ti, në 24 shkurt të vitit 2022, Federata Ruse sulmoi Ukrainën në një sulm të paprecedent, por ndoshta për t'i dhënë publikut një tablo të plotë të konfliktit, vlen thuhet që në fakt lufta në Ukrainë zyrtarisht ka nisur në vitin në 24 shkurt vitit 2022, por konflikti Rusi-Ukrainë në fakt ka nisur që në vitin 2014 kur filloi revolucioni i Ukrainës, që kërkonte në një farë mënyrë një marrëveshje të Ukrainës në Bashkimin Evropian, e cila sigurisht do të sillte edhe antarësinë me vendin në Bashkimin Evropian. Presidenti i atëhershëm Yanukovych, që ishte kukull e Putinit, ishte kukull ruse, e refuzoi këtë marrëveshje dhe njerëzit ukrainës që ishin pro-evropian dhe pro-demokracisë dolën në shesh, rrëzuan atë qeveri, sollën Volodymyr Zelenskyn. Dhe që në atë moment Ukraina dhe Rusia ka qenë një konflikt të hapur, po pak mbas revolucionit të atij vitit 2014, Rusia aneksoi Krimen duke përdorur separatistë rusë, të cilët i mbështeti vetë gjatë kohës, dhe sigurisht që nisi një luftë në Ukrainën lindore, ku ka zona rusish folse në Zaporizhia, në Donetsk, në Luhansk, etj, ku në fakt tani zhvillohen luftime atje sepse forcat ukrainase po kërkojnë të rimarrin territorin e humbur tani më jo përballë separatistëve rusë, por përballë ushtrisë ruse, por në atë kohë në Donetsk dhe në Luhansk, që Putini i konsideron republikat pavarura brenda Ukrainës, bëj një luftë midis ushtrisë së Ukrainës dhe separatistëve prorus të mbështetur nga Rusia, pavarësisht se Putini nuk e ka pranuar asnjëherë dhe në kohën kur Obama i thoshte Putinit që ne e dim që jeni ju nga mbrapa, Putini e refuzonte. Dhe kjo, mbas atij viti, vjen administrata Trump në pushtet, administrata Trump e parë, në vitin 2017, 20 janar 2017, merr presidencën Trumpi, kemi një ngrohje të marrëdhënieve SBA-Rusi, dhe në dhjetor të vitit 2021, në kohën kur Biden i kishte ardhur në pushtet, kishin ndrim pushtetesh në Amerikë, pra ishte gati një vit nga ardha e administratës së re, inteligjenca amerikane, britanike, franceze bën të ditur që ka një përqendrim të madh trupash ruse në kufirin me Ukrainën. Dhe Volodymyr Zelenskij atëherë ju dha e drejta që ai ta lindte Ukrainën, sepse dije që Rusia do pushtonte në shkurt ose diku në atë periudhë. Dhe ai qëndroi. Dhe deri në momentin e fundit fare, Putini e ka mohuar që Rusia do sulmoj, ka folur për trajnime ushtarake, stërvitje të tjera, derisa në 24 shkurt të 2022 ai nisi luftën që e quajti operacion special ushtarak dhe në fakt ka bërë një ligj në Rusi që nëse ti je një gazetar që e quajnë luftë atë që po ndodh në Ukrainë, mund të gjobitesh e shkosh në burg për shumë vite, sepse konsiderohet tradhti kombëtare. Pra në Rusi njihet me emrin në operacion special ushtarak, një operacion special, në fakt një luftë që ka vrarë qindra mijëra Ukrainës, është krijuar krizën më të rëndë të emigracionit të refugjatëve në Evropë që nga lufta dy botërore, se janë 2-3 milion ukrainësh që kanë lënë vendin dhe janë vrarë edhe shumë ushtar rus, di nënash ruse, të cilët janë vrarë në emër të një lufte të çmendur të nisur nga Putini. Kështu që për të përgjigjur pyetjes tënde, Mario, jemi në një pikë në fakt ku fatkeqësisht por ta mbyllur luftën do të jetë vetëm Ukraina që do duhet të bëj hapa pas. Dhe Ukraina ka bërë mjaftuar shumë hapa pas, por kam përshtypjen që do të bëjë më shumë hapa pas në mënyrë që Putini ta mbyllë rrubinetën e luftës së tij në Ukrainë. Kishte edhe një afat të ri, duket se me administratën e dytë të zotit Trump në krye të shtëpisë së bardhë, ai kishte një iniciativë për t'i dhënë fund luftës, ka pasur disa ndërmjetësime mes palëve, ju e dini shumë mirë. Së fundmi, ditën e sotme doli dhe lajmi që afati për t'i dhënë fund luftës, paktën nga kampi i Ukrainës, sipas zotit Trump, do të jetë pikërisht dita e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sa e arritshme është kjo, duke qenë se është një afat që është i afërt në kohë, edhe kemi pasur 4 vite që ende nuk kemi gjetur një dakordsi mes palëve. Shiko, në fakt ti ke të drejtë që si është e mundur, pra shtron pyetje me shumë të drejtë që si mund të arrihet paqja nga tani deri në korrik, 4 korrik është dita e pavarësisë së Shteteve Bashkuara për teleshikuesit që po na ndjekin.
në një kohë kur pra si mund gjetet në 4-5 muaj, në një kohë kur nuk është gjetur zgjidhja në 4-5 vite, është një pyetje shumë e drejtë që ti e shtron. Por të mos harrojmë që shanset që ky konflikt të mbyllet me apo pa drejtësi, ky është muhabet tjetër, por shanset që ky konflikt të mbyllet janë më të larta me administratën Trump, për shkak të marrëdhënieve të mira që Trumpi ka me Putinin. Dhe për shkak të faktit që në rast se administrata Biden ishte në kohezion total me evropianët që e vetmja paqe duhet të jetë ajo me Ukrainën që del fituese e luftës dhe mbron sovranitetin e territorit të vet, administrata Trump është e bindur që paqja është paqe, nuk ka rëndësi se si përfundon lufta. Edhe këtu kemi edhe atë ndasim filozofike. Unë nuk jam shpresë plot për një paqe sepse ne kemi pasur një plan me 28 pika që ju ofrua Putin i refuzoi. Kemi pas një plan me 24 pika që ju ofrua Putin i refuzoi dhe ka pas pika, domethënë Ukraina nuk futet dot në NATO. Ukraina nuk domethënë dorëzon kontrollin e Dohanskut, e Luhanskut dhe të Donetskut, Luhanskut dhe të Krimes. Pra një territor, një vijën e pushtimit rus si vijë zyrtare. Veç Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të njinin Krimen në mënyrë zyrtare si pjesë e Rusisë. Mos harrojmë që deri tani Shtetet e Bashkuara të Amerikës e konsiderojnë Krimen pjesë të Ukrainës, sepse është vjedhur nga Rusia, është okupuar, është aneksuar në mënyrë të paligjshme, në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar, në kundërshtim me ligjin e Ukrainës, ndoshta edhe me ligjet ruse. Pra, domethënë në aspektin e si kërkohet të zgjidhet lufta, janë dhënë shumë marrëveshje të mira Rusisë, që Rusia e ka refuzuar, se Putini po të merrte një nga këto marrëveshje që Ukraina nuk antarësohet kurrë në NATO, Ukraina ka siguri ushtarake nga Evropa dhe jo nga Amerika, edhe i njihet të Rusisë, Krimea, i njihet Luhansku, Donetsku etj. Do ishte një fitore e madhe për rusët, sa ai mund shkoj ke populli vet i thoi ja e që ruam rusët nga nazizmi i Ukrainës me Demek. Kjo ka qenë një prej preteksteve të luftës, që me Demek qeveria Kievit është qeveri naziste që po shtyp rusët, po shtyp rusisht forcet dhe pra ne po ndërhyjmë ne për të shpëtuar. Kjo është narrativa idioteske e Moskës, kuptohet, një narrativ që s'ka lidhje me të vërtetën fare. Por edhe këtë marrëveshje kaq të mirë Putini e ka refuzuar dhe kjo të bën të pyesësh vetëm çfarë do realisht Putini në Ukrainë. Dhe ndoshta ai mund ta dojë të gjithë Ukrainën. Ai nuk e pushton dot të gjithë Ukrainën, por mund të dojë të aneksojë këto territoret që janë dhënë zyrtarisht dhe nga ana tjetër në Kiev të ketë një qeveri kukull. Pra të ketë një qeveri si ajo e Janukoviçit përpara revolucionit të vitit 2014 dhe të ketë një qeveri si ajo e Lukashenkos në Bielorusi që praktikisht është një satelit i Moskës zyrtare. Pra, ndoshta ky është objektivi i Putinit.